Pra, 3 herë e thekson në letër se duhet në këtë rast e gjithë normativa ose ligji përkas për formimin e qeverisë duhet të interpretohet në frymën e themelimit të institucioneve të shtetit. Zoti Hasani, a ka dhënë dorëheqje kryeministri, sepse po ka dilema shumë rreth aktit formal pra të dorëheqjes. Po I kërkohet pse ka një që është kushtetuta që I parasheh disa kondita se si veprohet. Mëtej është një ligj, që është ligji për qeverinë, që është miratuar nga kjo qeveri në vitin 2022 dhe ky kuvend, e që thotë se duhet me dhënë dorëheqje. Dhe një falë bjesë për ftesën dhe sigurisht se pajtohem tërësisht me propën dhe konsideroj se për këtë çështje është më e thirrur të pas parasysh edhe praktikën e tij ose eksperiencën e tij në gjykatën kushtetuese si gjyqtar. Mirë po, këto është një lojë fjalësh dhe pra qëllimi I atyre që nuk I kanë arritur ato votat,